E vërteta që askush nuk ta thotë është kjo. Jo të gjithë njerëzit që i do të dinë të duan siç meriton. Disa do ta marrin mirësinë tënde si detyrim, disa do ta ngatrojnë durimin tënd me dobësi. Disa do të kthehen vetëm kur të ke nevojë për ty, jo sepse e kuptuan vlerën tënde, dhe po kjo dhëmb. Dhëmb kur kupton se ke dhënë shumë aty ku nuk kishte minjoje. Dhëmb kur ke folur shpesh, por në vend të ndryshimit ke marrë të njëjtën plagë. Por një ditë duhet të pranosh. Dashuria pa respekt nuk është dashuri e shëndetshme. Prania pa kujdes nuk është afërsi. Fjalët pa vepra janë vetëm zhurmë e bukur. Mos e humbë veten duke përpjekur t'i bindësh njerëzit të vlerësojnë. Kush e sheh vlerën tënde nuk ka nevojë për lutje. Kush të do me sinqeritet nuk të le të ndihesh i tepërt, dhe kush nuk di të ruaj ndoshta nuk meriton të qëndroj në jetën tënde. Pyetja për fund. A e ke kuptuar ndonjëherë vonë vlerën tënde? Ju mirëpres me komentet e juaja. Ju përshëndes dhe ju dëshiroj një ditë të mbarë.